Protesta e madhe e opozitës dje, unë do të flas sot për disa dritije të saj dhe natyrisht për aty që do të pasoj me deputetin e Parlamentit të Shqipërisë Gent Strazimir, i cilin e kam në lidhje shpresoj. Dhe ja ku është Genti, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Faleminderit shumë se e di që ke impenjime dhe e çmoj faktin që je me mua. Pyetja e parë. Pra, dje u tha hapur, bile ka bërë përshtypje, por këtë herë nuk është përdorur nga propaganda e qeverisjes, ka bërë përshtypje një moment televiziv kur kryetari i opozitës Dr. Berisha valviste flamurin, ndërsa qytetarë të nervozuar kanë hedhur flakadan. Pra nuk u fsheh në një kuptim që kjo ishte një protest nervoze. Nuk ishte një protest elegante, nuk ishte për të kënaqur ambasadorët, nuk ishte për të plotësuar karakteristika të një bashkëjetese paqësore midis hajdutërisë dhe elegancës. U tregua hapur që ngjarja do të jetë ndryshe. Është kështu? Sigurisht. Unë nuk di të kemi bërë ndonjëherë protesta elegante dhe jashtë realitetit. Nëse dilet në protestë, sigurisht që ka nervozizëm, dilet për të shprehur nervozizëm, madje për të shprehur revolt. Në këtë drejtim, mendohet që ajo që ndodh praktikisht nga ky moment është e rëndësishme, ju keni bërë gjatë harkut të ditës sot një mbledhje shumë të rëndësishme. Keni përcaktuar ju disa piketa tani që e gjithë jeta shqiptare të përmbajë një lloj nervozizmi të sinqert, të vërtet. Fjala vjen, mund të ketë një mosbindje civile të gjithë popullit opozitar në të gjithë hapësirën jetuese të këtij vendi. Meqense patronazhistët dhe njerëzit që punojnë në qeveri dhe mbështesin qeverisjen dëshirojnë që të sillen sikur në vend nuk ndodh gjë, a mund të sillen ndryshe të paktën njerëzit që janë të mërzitur dhe që duan ta tregojnë këtë në ndonjë formë? Unë besoj, detyra jonë si opozitë është të tregojmë faktin që jetojmë çdo ditë, 24 orë në ditë në gjumë, jetojmë në nervozizëm, jetojmë në tension, jetojmë në pasiguri, jetojmë në thundrën e krimit dhe jo të ligjit. Krimi është futur në përzyra, tashmë gjithçka është procedurale, nuk është më retorik thjesht e opozitës, janë prova domethënë që i ka spaku, i ka me shumicë dhe unë mendoj që sot, nëse do të ishim në një vend normal, secili prej atyre që drejtojnë këtë vend prej 12 vjetësh, 13 vjetësh tashmë duhet ishin fshehur diku, duhet ishin duke u larguar. Sigurisht që ka nervozizëm këtë situatë që jemi, opozita nuk mundet të bëjë sikur ka më shumë nervozizëm nga çka. Opozita sigurisht që duhet të drejtojë nervozizmin, të revoltën e njerëzve, çka ne po e bëjmë me shumë kurajo, po e bëjmë përmes strukturave tona, përmes demokratëve, atyre pjesës më të vuajtur. Në fakt 46 viteve komunizëm, po dhe atyre 12 viteve ediramizëm. Dhe mendoj që nuk ka asnjë shans që ne të mos shtohemi, që populli të mos na bashkangjitet dhe mendoj që janë të numëruara ditët e kësaj bande në pushtet. Diçka që bëri përshtypje dje në fjalimet e opozitës ishte që për herë të parë drejtuesi i opozitës shqiptare përmendi frazën që njerëzit e mërzitur, ata që janë kundër kësaj qeverisje, nuk do mjaftohen duke dalë në bulevard, çka për propagandën qeveritare apo ata që opozitën e urrejnë për motive personale të justifikuara ose jo, e kanë quajtur edhe shëtitje në bulevard. Pra për herë të parë u tha që do të ketë një lloj proteste të mirëfillt njerëzore edhe pranë shtëpisë së kryeministrit në fshatin e tij të Surrelit. Çka në një kuptim për të folurën publike në një vend është vërtet një deklaratë e fortë. Genti, është një deklaratë e fortë apo mund të ndodhë realisht?